Në fshatin Vajz u zhvillua për 3 ditë me radhë edicioni 4 i Vajz Fest, një aktivitet tashmë i kthyer në traditë i organizuar nga djemtë e fshatit nën kujdesin e veçantë të Bashkisë së Selenicës. Përmes një programi të pasur me aktivitete kulturore dhe artistike, Vajz Fest sjell në qendër të vëmendjes trashëgimin, artin, filmin, poezinë dhe sportin, duke krijuar një atmosferë festive dhe të veçantë në këtë fshat të njohur të Labris. Aktiviteti synon ruajtjen dhe përcjelljen e traditave nga një brez te tjetri, por edhe promovimin e vlerave historike, kulturore dhe natyrës së zonës. Natë e fundit ju kushtua tërësisht festës së fshatit, duke sjellë një atmosferë të veçantë takimi mes brezave, festës dhe argëtimit. Në këtë edicion, çdo natë kemi nisur me këtë këngë, Fshati ynë i mirë, jo pa qëllim. Është një këngë e frymëzuar nga vargu i Ali Aslanit dhe pikërisht këtu ajo meriton të këndohet. Është kënga për fshatin Vajz. Sonte, siç e shihni, nuk jam vetëm. Natën e parë bëra një vërejtje. Genta Azizi më premtoi vitin që shkoj që do moderonin bashkë. Mirë po më la në baltë. Edhe ka reflektuar dhe sonte do jemi të dy bashkë në këtë moderim. Okej, nëse quhet reflektim detyrimi. Ju përshëndes gjithëve, unë do doja që gjithë bashkë të japim një duartrokitje kësaj zonjës, që është një moderatore shkëlqyer dhe me lirshmërinë e vet, unë kalova 3 net bukura këtu në fshatin Vajz, ku e shijova vërtet këtë Vajz Fest, sepse pam shumë vende të bukura, gjë që nuk i kisha parë dhe ne është ta them sinqerisht, nuk e njohim vendin tonë dhe kjo është një fatkeqësi e jona. Dhe nëse jam këtu dhe kam ndonjëherë 3 ditë, jam që ky festival jo vetëm duhet vazhdoj, po duhet promovohet shumë më tepër se sa. Sepse jeni një publik i mrekullueshëm, jeni njerëz mrekullueshëm dhe ajo që ju kam njoft me zemër dhe me shpirt, ashtu siç jeni ju. Ju faleminderit. Kryetari i shoqatës së fshatit Vajz Irfan Birbilaj e cilësoi këtë aktivitet si një përgjegjësi të madhe dhe një moment krenarie për bijtë dhe bijat e Vajzës, kudo që ndodhen. Ai theksoi se Vajza është një fshat i luftës, i punës dhe i dijes, ndërsa shprehu mirënjohjen për organizatorët, Sokol Sadushi dhe Armand Bora, si dhe për kryetarin e Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj. Është një privilegj, krenari dhe vlerësim, por edhe një përgjegjësi shumë e madhe për mua si kryetari i shoqatës Vajz që të përshëndes në këtë takim tradicional. Me ju dashur vajzjot, miq dhe të ftuar, festuam dhe gëzuam së bashku në këto 3 ditë të festës. Jemi krenar për bijtë dhe bijat tona kudo ku ndodhen, për pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre për mbajtjen e festës. Vajza është fshati i luftës, i punës dhe i dijes, pasi bijtë e saj i kanë lënë gjurmë në historinë politike dhe kulturore të vendit tonë. Në festën e këtij viti na nderuan me pjesëmarrjen e tyre disa personalitete nga fusha e artit, kulturës dhe politikës. Na nderoi me pjesëmarrjen e tij kryeministri i vendit, zoti Edi Rama, ish presidenti i Republikës, zoti Bamir Topi, ministrat Blendi Gonxha, Toni Gogu dhe ministri i pushtetit lokal. Gjithashtu, na nderoi me pjesëmarrjen e tij regjisori i njohur Plum Kulla, si dhe artistë e këngëtarë dhe grupe polifonike që zbukuruan në këtë festë të kthyer tashmë në tradicionale. Të nderuar pjesëmarrës, kemi 4 vjet që në bashkëpunim me Bashkinë Selenicë dhe kryetarin e saj zotin Nertil Bello, që po organizojmë këtë festë me kontributin e pakursyer të familjes Sadushi, si dhe të birit nderuar fshatit ton zotit Armando Bora. Festimet që kryen stadiumin Amandi në bashkëpunim me Kokshin ishte një veçanti që i shton më tej bukurim dhe larmin artistike të festës fshat. Nuk mund lihet pa përmendur dhe organizimi i natës poetike me pjesëmarrjen e aktorëve të teatrit kombëtar, të cilët me mjeshtri të lartë interpretuan poezitë e shkrimtarit Ismail Kadare dhe poetit ton Ali Aslan. Birbilaj foli gjithashtu edhe për projektet që shoqata e Vajzës synon të realizojnë në të ardhmen, me qëllim forcimin e aktiviteteve dhe ruajtjen e lidhjes së brezave me vendlindjen, por jo vetëm. Në vazhdim kësaj tradite,
Shoqata e Vajzës ka disa projekte për të ardhmen. Kemi një projekt në bashkëpunim me qeverinë qendrore dhe ato lokale, të ngrihet në qytetin e Vlorës një bust i poetit Ali Aslan. Gjithashtu në nderim të kujtimit poetit fshatit Shpallet, një konkurs ku pjesëmarrësit do të kontribuojnë midis tyre për krijimin e një poezie kushtuar Ali Aslan. Për kandidatin fitues do të ketë edhe një çmim simbolik. Në vazhdim do të bëjmë përpjekje për ngjarjet historike ato të mbledhjes të organizuar në Beun në vitin 1920 dhe nisjen e ultimatumit kundër forcave kushtuese. Të ngrihet një monument përkujtimor pikërisht në vendin ku ndodhi kjo ngjarje historike. Për të realizuar këto objektive u drejtojmë thirrje të gjithë bijve dhe bijeve të fshatit, miqve tanë kudo ku ndodhen, të bashkohemi me qëllim që të gjithë projektet dhe eventet të tjera të bëhen sa më të mira. Në këtë kuadër këtyre ne si shoqat kemi besim dhe prishmëri se vëllezërit tanë që punojnë jashtë shtetit dhe brenda vendit do të vazhdojnë të japin kontributin e tyre. Më pas festa vjoj me një program të pasur artistik, ku performuan grupe labe dhe këngëtar të ftuar. Pjesë e mbrëmjes ishte edhe këngëtarja e mirënjohur Irini Qiriako, e cila solli për publikun atmosferën e këngës dhe traditës shqiptare. Yari nani muito quecheno. Ai te dale posta la posta Por në këtë aktivitet nuk mungoi as ekspozita, e cila tashmë është kthyer në një tjetër traditë të Vajz Fest. Një grup piktorësh ka marrë iniciativën për ta zhvilluar këtë ekspozitë në natyrë, duke vijuar atë si një traditë të bukur artistike, që pasqyron festën dhe jep një tjetër dimension kulturor aktivitetit. Po, kjo është një ekspozitë në natyrë. Është viti 4 që disa piktorë kanë marrë iniciativën të kryesuar nga piktori Agrondine, Ed Kojani, Eraldine, Jurgjin Sina dhe Angjëldine. Është një ekspozitë në natyrë, në kuadrin e festës së Vajzës, që ne me kënaqësi e kemi pranuar ftesën dhe do ta vazhdojmë përsëri. Na duket një traditë e bukur që e pasuron këtë festë në atmosferën e shumëllojshmërisë së artit që paraqitet këtu, në poezi, në këngë, në valle, në polifoni edhe gjithandej. Ne kemi mirë pritur dhe është kënaqësi e veçantë që jemi këtu dhe do ta bëjmë vazhdimisht. Ka pasur interes të jashtëzakonshëm. Telefonata nga miq, nga të dashur. Mile edhe punë kemi shitur. Në këtë, që një farë edhe në interesin ton, që nuk desha ta thosha këtë, po që ka funksionuar shumë bukur. Si mendoni ju, janë me interes të aktivitete që bëhen në fshatra? Sigurisht, e para njerë që këto zona ka nevojë për një atmosferë të tillë, sepse fshati duhet të funksionojë në gjithë dimensionin e jetës tyre. Festat janë simbole, janë tradita e një krajine që ka vlerat jashtëzakonshme në kulturë, në patriotizëm, në gjitha aspektet e jetës tonë. Neve me kënaqësi do kontribuojmë në këtë atmosferë feste. Kështu edicioni i 4 i Vajz Fest u mbyll me një atmosferë të veçantë festive, duke bashkuar banorët e Vajzës, bijtë e bijat e saj që jetojnë në zona të ndryshme të vendit dhe jashtë Shqipërisë.
Për 3 ditë me radhë, tradita, kultura, arti dhe sporti u ndërthurën në një aktivitet që synon të mbajë gjallë lidhjen me vendlindjen dhe të përcjell vlerat e vajzës të brezat e rinj. Vajz Fest tashmë është kthyer në një takim të rëndësishëm të komunitetit dhe një promovim i traditave dhe identitetit të kësaj treve të Labërisë.